podcast të mundësuar nga Trimet, lider në industrinë farmaceutike. Çfarë kemi sot në Diva në Radar? Edhe çfarë do trajtoni ju sot? Atëherë jemi në Diva në Radar me një nga temat më të kërkuara dhe diskutuara që janë protezat e gjoksit. Dhe sigurisht është një nga temat më të kërkuara sepse janë protezat e gjoksit që përdoren jo vetëm për arsye estetike, por dhe për arsye rindërtimi të gjirit të një paciente e cila për fat të keq ka pësuar një tumor në zonën anatomike të gjirit dhe një në 8 femra për fat të keq do ketë fatkeqësinë që t'i ndodhi një gjë e tillë dhe sigurisht parandalimi duke bërë ekografit, mamografit, po pse jo dhe gjithë analizat gjenetike të dy gjeneve BCR1 dhe BCR2 të cilat na ndihmojnë për të kuptuar nëse kemi një familiaritet, kanë shumë rëndësi për të parandaluar para se të arrijmë të kurojmë me protezat e gjoksit pacientin tonë. Doktor, po këto femrat e sotme që i përdorin për të dukur më bukur. Gjë e parë që një femër shikon në pasqyrën e vet është pjesa e gjoksit dhe pjesa e gjirit. Dhe është pjesa më atraktive, mund të themi, karakteristike e një femre që mund të ndodhi në trupin e saj. E bën për vete apo e bën për t'i pëlqyer të dashurit? Sigurisht e bën për vete operacionin, por sigurisht në qoftë se kjo gjë mund të ndodhi dhe neve nuk kemi një zhvillim të gjëndrave, e bën edhe për të dashurin, por nëse e bën për dashurin, automatikisht mjeku duhet ta kuptojë dhe nuk duhet ta operojë. Këtë lidh me raste të cilat kanë ndodhur ku pacientët kanë kërkuar të operohen për të kënaqur të dashurin dhe kanë ardhur në klinikë dhe sigurisht kam qenë kirurgu i 4 që kishin vizituar. Do me thënë, pacientja ishte operuar 3 herë në 3 kirurg të tjerë, i dashuri inxhinier nuk ishte i kënaqur dhe erdhi në klinikë duke kërkuar të më spjegonte si do bëja dhe ai si inxhinier donte themele të reja apo si? Realisht kërkonte me thënë themele të reja dhe kërkonte do me thënë jo vetëm themele të reja, po kishte googluar dhe kërkonte një protezë specifike ku ka një bazë të ngushtë dhe një projekcion të madh si unda e snupit dhe në këtë lloj rasti kur pyeti pacientin besoj se të pëlqen ty kjo gjë, i thoshte pacientës që duhet të operoj dhe ai thoshte po zemra ime, i thoshte më pëlqen kjo gjë nëse ti je i kënaqur. Automatikisht tu jemi para një rasti patologjik të pacientit, po dhe të personit që vjen bashkëshorti për suport moral, por zgjedh edhe modelin se si duhet dali. Po, bashkëshorti në këtë moment kishte zgjedhur modelin anatomik që ishte një kompani që prodhonte një tipologji specifike të protezës sepse ishte i pakënaqur nga 3 operacionet më përpara dhe ishte ai që mendonte që do diktonte rregullat në një operacion. Doktor, është rast real. Po tani ky rasti që ti thua vjen nga nevojat, ka probleme me prekjen personin në konkret apo me ndjeshmërinë apo çfarë ndodh këto që kërkojnë 3-4 herë ndryshim protezës? Para një në moment që ti vendosësh të bën një operacion qoftë 3-4 herë, sigurisht pacientja u mbet dhe mund të ndodhi që në operacion e parë, jo të i 3 dhe i 4-ti, të mbasi pjesën sensitive sepse mund të preke nervat të cilat janë nerva anatomik që i nervojnë zonat anatomike dhe proteza në vetvete mund të bëjë një presion gjatë një operacioni ose gjatë një operacioni mund të pritë nervit dhe të mbas sensibilitetin. Nga ana tjetër, personi që po kërkonte këtë lloj operacioni nuk kishte në realitet ajo vajza femra po sakrifon ndjesinë e vet për të rritur ndjesinë mashkullit? Ajo vajza në atë moment për me që përmonë shembull po kërkonte të kënaqte në atë moment personi që kishte ngjitur. Pra, ishte personi tjetër që po kërkonte të arrinte një qëllim të gjithë patologjik, do me themi, por dhe zonja që po shoqëronte ishte në një farë mënyre po thoshte po unë do bëj atë që do ti. Jo vetëm këtu me thënë tonë ti kishin problem të themi, po duhet të kuptoni nëse kishin edhe një problem ligjor me thënë para pacientit sepse i bindi që kush e kishte operuar 3 herë nuk kishte kuptuar që në këtë moment pacientja po bënte apo po i nënshtroi operacionin që mbase nuk kishte dëshirë në vetvete në këtë lloj rasti. Zakonisht kur femrat
vinë për të bërë gjoksin, vinë të shoqëruar gjithmonë nga burri, apo ka raste që vinë edhe me ndonjë komshie apo me një person që ndihen më komod? Për një nga rastet që më ndodhin në Shqipëri, është një pacient dy pacientë që erdhën kishin qenë të dashur në të kaluarën dhe në momentin e vizitës, ishim në darkë ora 5-6 me thënë edhe të lodhur relativisht. Ky zotëria që shoqëroi vajzën thoshte, të lutem duhet ta kthesh ashtu siç ishte. Pra, po kërkonte, sepse neve kemi qenë të dashur, aktualisht jemi të dy të martuar me fëmijë, me persona të ndryshëm, dhe ai po më thoshte mua do t'jap një fotografi dhe duhet të ma kthesh ashtu si ishim njohur viten përpara. Ja kishte ruajtur të fotot. Ishte realisht, domethënë ton diçka që më bëri përshtypje në Shqipëri kjo gjë, jo jashtë shtetit, dhe fjala që nuk do ta harroj, domethënë sa ishte disa vite më përpara, thoshte të lutem do ta kthesh ashtu siç ishte. Pra kërkonte mashkullin këtoj rasti të transformonte, ishte dashur aktualisht të martuar me 2 fëmijë, dhe ai vetë i martuar me 2 fëmijë, siç mendonte ai apo siç e kishte në imagjinatën e tij të kaluarën, aty në atë moment bëhet vizita, sigurisht i kupton me kë ke të bësh, dhe në moment që arrin të kuptosh dhe të spjegosh që anatomia ndryshon në shtatzanit dhe pavarësisht një kirurg plastik që mund të japi një ndryshim anatomik në trupin e një paciente, sigurisht neve nuk arrim të kthejmë kohën mbrapa, ku është diçka që ndryshon me neve, domethënë, edhe benefitja o përmirësimi, pacienti po kërkonte diçka që nuk ishte normale, po dhe neve nuk mund të bëjmë këto gjëra, po nuk mund të japim. Mund të themi se ka ndryshuar pak pjesa e sensibilizimit të njerëzve për sa i përket gjinit, sepse shikojmë që deri dje ka qenë problem kur femrat kishin një gjit të vogël, ndërsa sot ne shikojmë, sidomos gjatë verës, që ishte më e dukshme që femrat u bësin në modë që dilin dhe pa recipeta dhe tregonin vishin ato bluzet që i tregoi ai gjë i vogël. Kjo ndodh sepse këta janë të kënaqur, ka filluar një lloj kënaqësie dhe duke atë që i qunin deri dje një mangësi në jetën e tyre e kanë kthyer në potencial të shfaqjes së tyre, apo është thjesht një trend i momentit dhe kjo gjë zbehet? Sigurisht mund të jetë dhe një trend i momentit dhe normalisht kjo gjë me kalimin e viteve do zbehet. Si trend i momentit. A ju ka bërë ju përshtypje? Si trend i momentit deri para ku dilin në rrugët e Tiranës apo edhe jashtë, shikon ato femrat që ekspozojnë dukshëm pjesë të tyre? Përshtypi një kirurg plastik në momentin që kam parë shumë gjëra në këto 20 vite që ushtroj profesionin, më bën pak gjëra. Përshtypje mund të më bëj kur arrit të kuptoj që proteza mund të jetë vendosur në mënyrë të gabuar dhe ti shikon një protezë të vendosur anatomikisht. Po përket ti trendi, femrat po ndihen rehat me trupin e tyre apo gjithmonë më shumë po shkojmë drejt protezave? Në këtë periudhë besoj se po ndihen më rehat. Sigurisht kemi pacientë të cilat janë nënshtruar dhe i nënshtrojnë akoma operacionin të zmadhimit të gjoksit drejt protezave. Çfarë ju kujtua? Jo. Shpesher pacientët para plazhit, se lidha me plazhin, domethënë tonë është fakti që operacioni më i thjeshtë i gjoksit, nëse ti nuk pret muskulin, mund të ndodhi nëse mjeku është realisht i mirë në 18 minuta. Pra bëhet një prerje e vogël, mund të themi të zonës të gjoksit rreth 3-4 cm, nuk preket gjëndra, nuk preket muskuli, vendoset proteza dhe për 20 minuta dhe shpesher pacientët vinin para plazhit domethënë dhe kërkonin këtë gjë. Në moment që ti operohesh nuk duhet të ekspozohesh në dietë minimum për ja 3 muaj. Pra, gjë më të themi e gabuar është që ti të vish para 10-15 ditëve para se të ekspozohesh në plazh për të bërë operacion e gjoksit. Cili është numri ideal që kërkojmë për plazh? Çdo 150 deri në 200 cc është një masë mesatarisht domethënë në trupin e një paciente. Ajo që cili është numri i preferuar nga shqiptarët? 4-5 mund të jetë numri i preferuar nga shqiptarët, por normalisht ti nuk mund të projektosh shumë protezë dhe nuk mund të vendosh protezë më të madhe, për arsye sepse protezat, nëse trupi toraksi është i ngushtë, protezat projektojnë dhe fillojnë dhe dalin
jashtë dhe duken janë falso, ose ndonjëherë nëse ti vendos një protezë të madhe, ndodh ajo që quhet simastia, do me thënë që gjokset duken afër me njëra tjetrën dhe nuk kanë atë zona anatomike 3-4 cm në toraks të ndarjes normale. Kush është halli më i madh i një doktori që do të bëjë një protezë si një femër? Nëse quhet sikleti për outcome-in, pra atë që do dali. Ti në momenti që do bësh vizitën, duhet ti japësh, nëse është e mundur dhe pacientes, një protezë në thonjza falso që ngjan me origjinalen, që ta vendosi bashkë me sutjenën për të parë në brendësinë e një bluze dhe ta shikoj dhe në shpinën e vet ku dhe çfarë dëshironte të ketë. Se shpeshherë pacienti mendon se kjo protezë mund të jetë shumë e projektuar ose më pak e projektuar dhe normalisht nuk ja ka iden. Protezat vendosen poshtë lëkurës, ndonjëherë lëkura i bën presion, pra ti duhet t'i japësh pacientit një protezë me vete që të bindet ku dhe të kuptosh ti çfarë po të kërkon pacientja. Kur femra vjen për të bërë një protezë, ju i sugjeroni që të vi me bashkëshortin apo me të dashurin apo që të marrë një mendim të dytë? Jo, mendimi nuk, do me thënë, nëse një mjek është serioz, ti sugjeron të marrësh masat tamam sikur të qepësh një kostum në varësi të trupit anatomik të pacientes. Pra mendimet e treta, nëse mjeku ndodhet me pacient përballë, nuk duhet të ndodhin. Nëse kemi një përqindje, si ndahet ky raport me pjesën, domethënë më shumë vinë ata që janë të martuar, kanë një lidhje, kanë një raport të konsoliduar, apo më shumë ata të cilët janë beqar dhe që nuk i mendojnë që ka diçka të vetja tyre që mungon? Jo, raporti mund të jetë 50-50. Ne kemi raste të cilët pacienti është beqar dhe mendon dhe nuk mendon atë moment dhe do ta bëjë se s'bën operacion pa diskutim. Kemi dhe raste të cilët pacientët kanë mbaruar me lindjet e tyre dhe kanë patur një rënje të zonës të gjirit dhe shpeshherë kërkojnë të vendosin një protezë apo dhe një lifting dhe ajo gjë që duhet i bëhet si pyetje është keni ndërmend të bëni më fëmijë, do me thënë pasi keni mbaruar, po flas për njerëz të martuar. Se doktor, cilat janë ato disavantazhet kryesore kur ti bën një protezë? Sepse mundet në moment që ti vendos protezë, ti e studion dhe merr masa specifike në atë moment. Nëse ndryshon dhe pacientja ka ndërmend të ketë një shtatzani tjetër, ndryshon gjithë anatomia dhe gjithçka ndryshon atë moment. Pra, në shumicën e rasteve ajo që na ndodh është që neve kërkojmë të flasim me pacientin, jam informacione duhur për sa i përket nëse kanë apo dëshirojnë bëjnë një shtatzani dhe të garantoj rreth 80% të pacientëve që bëjnë zmadhimin e gjoksit pas një operacioni, në shumicën e rasteve na thonë që janë prapë shtatzane. Kjo është një karakteristikë, domethënë dhe është një nga pyetjet e para që neve kërkojmë të bëjmë. Gjoksi ka dhënë rezultat? Ka dhënë rezultat ose ka është diçka të rëndë me thënë tonë për sa i përket, po realisht është një nga kërkesat e para që neve bëjmë dhe elemente të tjerë pasaj sigurisht pacienti nuk duhet të haj fruta specifike të cilat mund të hollojnë gjakun. Ajo që kemi në këtë moment është një teknikë e re që neve aplikojmë, e cila me anestezi lokale, po jo për të gjitha masat e protezave, për ato proteza që janë deri në 200 cc, pra vetëm një rritje në një numër e pak mesatarisht, mund bëhet me anestezi lokale me një makineri në asjetulla dhe automatikisht mund të kemi një operacion me anestezi lokale ku ti flet me pacientin. Doktor, po cila është pesha që do të mbajë një femër, se i bie që të shëndet sa kile me këto protezat? Jo, protezat në vetvete maten në CC domethënë dhe sigurisht duhet të konsiderohet që toraksi jon ka një peshë specifike dhe neve nuk mund të shtojmë volum më të madh ku do duket ose ku nuk lejon toraksi pasaj, sepse ato proteza ka një bazë, këtu kemi disa proteza këtu ka një bazë, ka një projekcion dhe automatikisht të gjitha këto merren parasysh para se të bëhet operacioni. Mund të kesh një ndryshim rreth 10% dhe një karakteristikë tjetër është që jo të gjithë gjinjt kanë të njëjtën formë. Shpeshherë punojmë me proteza të ndryshëm për të arritur të sjellin formën e duhur. A ndryshon protezat cilësinë e prekjes? Protezat ndahen në ato protezat të cilat janë kokrizor dhe në Europë përdoren më shumë ky lloj proteze. Kemi protezat në Amerikë të cilat janë të limuara në tipologji. Tani ekziston dhe një nano të themi teknologji e cila është një rrugë mesme e protezave dhe për sa i përket prekjeve, në moment që proteza vendoset ose poshtë muskujt ose poshtë indit dhiamor bashkë me gjirin, gjeli që formon këto proteza afrohet kaq shumë te indi dhiamor sa shpeshherë nuk e kupton as vet pacientja, domethënë në momentin që prek gjoksin e vet, më thënë bëhet si pjesë e trupit e integruar e trupit të saj.
Kjo është mënyra e vetme për të pasur një gjoks? Ne mund të bëjmë zmadhim të gjoksit ose në pacientët për shembull që kanë pasur masa tuborale. Po. Neve kemi në moment që pësojnë radiokemioterapi, indi i tyre pëson në thonjza një djegje të lëkurës dhe neve marrim indi amor, na dhjam i pacientës dhe i njeftojmë në atë zonë aty. Sigurisht për Mbushja me dhjam është më efektive në këtë rast apo? Kur duam të bëjmë një rregullim të vogël, sigurisht mund të jetë më efektive. Kur duam të bëjmë, sepse kanë pacientë që thonë, të lutem nuk dua protezë fare, dua të marr vetëm dhjamin tim. Nuk arrim shpeshherë. Nuk ka sasi dhjami shpeshherë që neve të arrim të vendosim. Kush është më efektive? Vendosim dhjamin apo të pjesa e protezave? Do ishte më ideale të vendosim indin autolog, domethënë tonë të trupit tonë që është dhjami. Por nuk arrim sepse ky dhjami që do vendoset, një pjesë e tij dhjamit u mbet, nuk gjen në gjaku dhe në një farë mënyrë vetëm në apoptoz. Pra, nëse do preferonim, sigurisht do preferonim dhjamin ton. Po për sa i përket pjesës ekonomike, domethënë të dyja janë operacione, protezat sigurisht ka një kosto average, me thënë kopja e protezave të mira mund vend të 2000 euro. Ka dhe proteza më të lira, domethënë. Për kopje flasim 2 apo 2 proteza, domethënë 2500 euro vetëm kosto me thënë të blerjes, domethënë po flasim në vendet, pastaj ndryshon. Në Shqipëri mund të ketë kosto çik më të ulët, domethënë, nëse proteza është e mirë, por në vendet e tjera për shkak mund të jenë kosto shumë më të larta për arsye taksash dhe gjëra të tjera. Tani rrezikon që ato të çahen? Sigurisht protezat, kompanitë japin një garanci, por në momenti që proteza nuk vendoset në mënyrën e duhur në trupin e pacientes, mundet të japi palosje. Këtu kemi një protezë e cila tregon një palosje dhe kjo palosje me kalimin e viteve mund të bëjë një çarje në zonën ku proteza u vendos në mënyrën e gabuar. Pra, nëse ne vendosim dhe nuk krijojmë zonën atomike perfekte dhe proteza të ri e lirshëm në zonën ku do vendose për gjithë jetën, automatikisht proteza mundet t'i krijohet një presion ku me kalimin e viteve dhe mund të çahen. Dhe ka ndodhur raste që janë qarë, por gjeli i ri aty i izoluar, pra nuk ikën në qarkullim, mund t'japi një dhimbje te pacientja, por është një gjel që lokalizohet në atë zonën aty. Bëhet një ekografi dhe pastaj ndryshohet proteza në këtë lloj rasti. Proteza e gjoksit sot është kthyer në një dëshirë, shëndet apo një realitet? Mund themi të treja varet nga rasti që kemi përpara. Pra, dëshira është kur dikush nuk ka një zhvillim të indit dhe dëshiron të ketë një diçka anatomike që i jep vetbesim për sa i përket vetes të një paciente. Pse është rritur kaq shumë kërkesa për proteza këto vitet e fundit? Protezat përdoren në mjekësinë estetike, në kirurgjinë plastike, përdoren në 1960, që është vendosur proteza e parë. Dhe sigurisht kemi numra të larta të kërkesës të zmadhimit të gjirit me proteza, sepse kjo gjë mund të themi jep një vetbesim në momentin që është një karakteristikë qendrore e një paciente femre. Ka një moshë përshtatshme për nisjen apo për vendosjen e protezave? Sigurisht, me thënë, nëse ka mbaruar me shtatzanit, mund të diskutohet vendosje një proteze, nga ana tjetër nuk mund të Kush është mosha më e hershme dhe më e vonshme që të ka ardhur për këtë punë? Kanë ardhur dhe pacientët të cilat, me thënë tonë, realisht kanë qenë minorene, sigurisht shoqëruar nga prindrit në këto rast, sepse nuk vizitohet. Po prindi është dakord që një minorene ta bëjë këtë gjë ndërkohë që është në zhvillim? Në atë moment, domethënë, vajza poqante para prindrit sepse mendonte që duhet bënte operacionin. Fëmia në atë moment është në zhvillim, nuk ka mbaruar akoma zhvillimin, edhe sigurisht këtu fillon gabimi që prindri shoqëroi për një vizitë mjekësore, domethënë tonti një fëmijë i cili nuk ka mbaruar akoma zhvillimin. Trupi jon ndryshon dhe nuk duhet të jetë motus të themi vendosja e një proteze në moshë të vogël. Sigurisht kur mosha 23-25 vjeçe mund të ketë një modifikim, automatikisht mund vlerësohet vendosja e një proteze. Protezat zgjasin për gjithë jetën nëse vendosen në mënyrën e duhur dhe është shumë e rëndësishme, domethënë, dhe nuk ka një moment që ti duhet të ndryshosh. Nëse do ke ndryshime anatomike në trupin e pacientit, automatikisht mund të vlerësohet një ndryshim pas disa viteve, por kemi par pacientë që janë operuar akoma dhe me tipologji protezash të vjetra, të cilat kanë pasur brenda ujë fiziologjik, sepse protezat e reja janë protezat të cilat kanë gjel brenda dhe është gjel që përdoret kudo në trupin tonë. A ka raste kur ju i refuzoni pacientët? Dhe pse?
refuzon një pacient i cili të kërkon një projekcion, një protezë shumë të theksuar. Refuzon pacient që mund të jetë në një moment transicioni, pra duke ndryshuar gjini nga mashkull femër, dhe vjen në klinik pa një letër nga endokrinologu dhe nga psikiatri, sepse ligji evropian konsiston që ti mund të operosh një pacient nëse ta kërkon, por duhet të ekzistojë një letër për shembull ose një shoqërim me thënie tonë nga disa Se ju ka mjek të ndodhur tjerë. që këta individ vinë, pasi ndrojnë gjinin, duan dhe rritjen e... Ndodh me thënie tonë që mundet të bëhet një Është i përhapur ky fenomen në Shqipëri? Në Shqipëri nuk është pjesë e të themi e legjislacionit, do me thënë që njerëzit duhet shoqërohen me një certifikat nga psikiatri apo nga endokrinologu para se të arrijnë te kirurgu Jo plastik. them, a ka raste në Shqipëri të tilla që ndrojmë Ka gjinin dhe raste, pastaj vinë dhe ka- duan të rrisin dhe gjoksin? Është pjesë e procedurës, do me thënë, e kupton ti, mbase në bashkëpunim me endokrinologun dhe me urologët, kjo është një procedurë që kirurgu plastik është i fundit, ka raste që kërkohet, po sigurisht pastaj është në mund të themi në karakterin e mjekut nëse do ta bëjë një gjë të tillë apo jo. Cilat janë rreziqet reale të protezave të gjoksit që rrallë fliten publikisht? Atëherë duhet të themi që së fundi kemi disa studime të pacientëve të cilët kanë bërë zmadhime të gjoksit, të cilët janë shoqëruar me një tipologji specifike të një limfome. Deri dje nuk kishim të dhëna, jemi akoma duke studiuar këtë gjë. Limfoma është një patologji onkologjike që u gjet në pacientët të cilët kishin bërë zmadhime gjoksi, po bëhen studime të mëtejshme për të kuptuar nëse lidhen me një patologji që pacienti mund të kishte që aktivizoj limfomën, pra jo domosdoshmërisht proteza ishte motusi i limfomës apo shkaktari i tumorit, sepse deri dje dhe sot ne po i përdorim protezat për të ndihmuar pacientët me tumor. A ka femra sot që duan ta zvoglojnë gjoksin? Sigurisht ka femra, do të thënë që duan të bëjnë zvoglim të gjoksit, sepse zmadhimi është një procedurë, zvoglimi ose dhe lifting, ngritja e gjoksit është një procedurë tjetër që futet për sa i përket lifting në ato që quhen mummy makeover, pra operacionet të cilat ndodhin në të gjitha pacientët që pas një shtatzanie kanë parë të modifikuar trupin e tyre, qoftë gjoksit, qoftë trupit, qoftë abdomenit, dhe kërkojnë nga kirurg plastik modifikim për të sjellë në një harmoni trupin e tyre pasi indi i trupit të tyre u hap. Dhe për sa i përket zvoglimit, kemi raste të cilët pacientët vuajnë nga probleme të kollonës vertebrale ku kërkojnë një zvoglim të gjoksit dhe kjo procedurë bilesi a shtetit në Itali pagohet nga sistemi shëndetësor. Pra është pjesë me një vërtetim të një ortopedi që zvoglimi mund të bëhet, domethënë, dhe pagohet nga sistemi shëndetësor nacional. Po në Shqipëri pse nuk bëhet kështu? Po besoj dhe shpresoj që bëhet, domethënë, dhe besoj se dhe neve domethënë. Ju sugjeroni që edhe në Shqipëri duhet futur zvoglimi i gjoksit? Jo vetëm ajo, domethënë, sepse kjo është një problem jo vetëm zvoglimi i gjoksit, po sigurisht vendosja e protezës të një paciente e cila ka psuar një masë tumorale, pra duhet të futet në një procedurë të tillë dhe të rimbursohet nga sistemi nacional shëndetësor, sepse ana psikologjike e një paciente se cila për gjithë jetën e saj e ka parë veten e vet para pasqyrës me një strukturë anatomike dhe na një ditë në ditën tjetër e shikon totalisht të ndryshuar, i rikujton atë masën tumorale, pra neve kemi përgjegjësinë që ta kthejmë anën psikologjike të asaj femre në mënyrën siç ajo shikonte, ose të arrim deri diku, se nuk mund ta bëjmë këtë gjë, të arrim që të sjellim formën anatomike të asaj paciente që ka pësuar masën tumorale në mënyrë më të bukur që ta shikoj dhe në thonjza të harroj atë problematik. Më ka ndodhur një rast që më ka bërë përshtypje, ishte një profesor, mori telefon në klinikën dhe kërkonte informacion për sa i përket bashortes të vet, sepse arriti domethënë të kuptonte që i kishte krijuar një problem psikologjik dhe profesori thoshte që në telefon domethënë të lutem më jep gjithë informacion, biles erdhi pasaj në klinik, më jep gjithë informacionet duhur që unë mund ta ndihmoj bashortën time domethënë që t'i jap një integritet, një dignitet të trupit të saj, sepse ajo e vuan shumë këtë gjë. Po këto dhipa tanë preferojnë më shumë protezat apo preferojnë më shumë të pjesën e naturalitetit? Jo, dhe i shmangin këto ndërhyrjet? besoj se protezat në momentin që ti
je ekspozuar në televizor ose kërkon vëmendja lind nga mënyra si ti projekton një strukturë anatomike dhe të trupit tënd. Sigurisht jo korekte, por sa më shumë të rreq vëmendjen, neve mos të harrojmë që shpeshherë na të rreq vëmendjen ajo gjëja që shpeshherë neve nuk e kemi në trupin ton. Pra kur ne shikojmë dikë i cili është ka bërë diçka ekstreme, kjo gjë të rreq vëmendjen, ekstremiteti, dhe shpeshherë bëhet arsye diskutimi. Sa vite zgjasin protezat? Protezat mund të themi që zgjasin për gjithë jetën nëse nuk reagon trupi. Ekziston një reakcion i trupit që quhet Becker, nga studiusi që e studioi për herë të parë, dhe vete nga Becker 1 deri në Becker 4, pastaj ekziston disa studime të tjera që kanë quajtur Becker 6, dhe Beckeri studioi që në disa pacientë, nëse është një reakcion i trupit karshi protezës, por kjo mund ndodhi me gjitha protezat, akoma dhe protezat e gjurit që vendosen për arsye ortopedike, ky reakcioni mund t'i japi dhimbje jetë e pacientit dhe këshillohet që pacienti t'i heqë ato proteza dhe sigurisht kjo gjë domethënë modifikon dhe ndryshon jetën e vet, por protezat duhet të hiqen. Sa ndikon sot pjesa e VIP-ave për të frymzuar të rinjt apo persona të ndryshëm për të kryer protezat? VIP-at ose personat të cilët mendonin që do të rihin vëmendjen sot ndodh që kthehen te kirurg plastik dhe kemi hasur raste që kemi hequr proteza nga trupi i VIP-it që ishte peshonte rreth 1,5 kg. 1,5 kg dhe 3 kg 3 kg ishin aty dhe pacienti ja kërkoi të hiqen protezat. Sigurisht lëkura ishte hapur, në këtë rast u bë një lifting i gjoksit dhe u vendosën proteza më të vogla. Pra duke marrë këtë protezën këtu, kjo proteza këtu është një shumë protezë e vogël 275 cc. Te ajo pacientja neve kemi hequr 6 proteza të tilla në një gjoks. Pra 12 në të dy gjokset. Dhe sigurisht ndikimi ka qenë sepse pacientja filloi të kishte probleme me shtyllën kryesore. Ishte vendosur nga dikush tjetër, domethënë një kirurg tjetër. Po çfarë është kjo nevojë për të shtuar 1,5 kg në secilin gjy? Nuk është nevojë, është gabim, sigurisht, me thënë, duke, por kjo gjë për pacientin atë moment ka qenë e domosdoshme ose mendonte që do të rriqe vëmendjen. Ka ndodhur në Shqipëri që janë vendosur proteza në zona të tjera anatomike, sepse pacientja mendonte që do të rriqte vëmendjen e ish bashorti, por në fund fare për shembull personja VIP u nda nga ish bashorti dhe në ato lloj rasti kishte ardhur në klinikë sepse kishte vendosur proteza në vithe për shembull. Është një temë shumë interesante, por që të donim ta ndalim me publikun në një moment tjetër, por pa dashur të dalim nga tema. Këto VIP-at që ndrokan dhe mendje. Po ndërkohë janë dhe një pjesë e mirë e publikut që vinë me foto të VIP-ave dhe thonë doktor, ma bë fikse dua si kjo, se më pëlqen se si e ka. Kthehemi në elementin që në vitet e parë të specializimit të kirurgjisë plastike në Itali, gjë e parë që të mësojnë është ki kujdes në pacienti që quhet kodikuq. Pra, ti në specializim nuk bën vetëm mënyrën si duhet të operosh, por pjesë e strukturës specializimit për çdo vit të 6 viteve pasi ke mbaruar fakultetin e mjekësisë, është fakti që të arrish të kuptosh me kë ke përballë. Dhe nëse ai pacienti që ti ke përballë, i cili kërkon të ngjajë që në fillim me dikë, pastaj të rikthehet, është pacienti i cili ekziston dhe është studiuar në psikiatria, është pacienti që kërkon të ngjajë te dikush tjetër ose të modifikojë karakteristikat. Dhe ky pacient ju nuk do të merr parasysh. Pra, nëse ti ke marrë një mjek, ka marrë parasysh dhe ka operuar një pacient dhe nuk e kuptoi, do jetë gjithmonë një njëti pacient që do kthehet gjithmonë në atë klinikë dhe do kërkojë të arrijë qëllimin të ngjajë te personi në thonjza VIP ose të shikoj veten e vet, sepse të modifikuar. Pra kemi në këto kërkesat. Kush janë këto VIP-at që janë më preferuar dhe që duan të ngjajnë këto shqiptarët? Kur era në Shqipëri në vitet më përpara, domethënë, mund të themi që motrat vjollca konsideroheshin personazhet të cilët vajzat dëshironin të ngjanin. Sigurisht në këtë moment kemi vajza të tjera me thënë televizionit të cilat vajzat dëshirojnë të ngjajnë, por
kthehem në një element, domethënë që anatomia dhe forma duhet të jenë shumë të rëndësishme dhe sigurisht nëse dikush të kërkon ngjaj si VIP, nuk besoj që duhet merr parasysh. Po mirë, po a ndryshon ky vetbesimi pasi e bëjmë të ndërhyrjen? Kush e ka bërë ndërhyrjen nga një anë ose çdo lloj trajtimi, jo vetëm ndërhyrjen, ndihet realisht shumë mirë. Do me thënë, i jep vetbësim operacioni, dhe kjo nuk do të vetëm me zmadhimin dhe njerë, përsa i përket me protezat, por po të shikojmë, neve kemi vetbesim të gjithë ata njerëzit që i operojnë dhe në moshë të vogël për shumë për undën. Pacienti mendon se është më i bukur ose i jep vetbesim vetvete. Pra, çdo lloj operacioni estetik në vetvete lind nga një duhet themi nevojë që personi vuan vetbesimi në vetveten e vet. Dhe kjo gjë deri diku do me thënë duhet marr parasysh që ai person që po kërkon të operohet apo të bëjë një trajtim, është një person i cili do ta gjej teknikun e radhës ta operoj. Thelbi muhabeti që duhet kuptoj nëse duhet operohet dhe nuk është kjo gjë që do t'i japë vetbesim në vetvete. Cili është ai dallimi midis protezës natyrale dhe një pjese që duan oversize? Domethënë, disa duken natyrale apo do duken oversize? Ka një konflikt të brendshëm midis zgjedhjes që bën një shqiptare kur vjen. Nuk e bën shqiptare zgjedhjen, e bën kultura e mjekut që operon. Pra, nëse një shqiptare do operohet, mos harrojmë që është duke në thonjza blen kulturën e personit që po e operon. Nëse ky person, e marrim një shembull, është i huaj dhe operon, nuk e di, në Itali, struktura anatomike e italianës që ka operuar për gjithë këto vite do i përshtatet një strukture po shqiptarja ka një strukturë tjetër anatomike. Cila është madhësia më e kërkuar sot në Shqipëri? Të proteza apo të pjesë përfundimtare të operacionit? Të pjesë përfundimtare, them që 5 ose 6 është nga kërkesat, me thënë në këtë moment që kërkohet mjaftueshëm në pacientët për të rrequr prap vëmendjen, po prap kthehemi në elementi që cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë këta njerëz pacient para se të operohen? I nështrojnë operacionin pa marrë parasysh që firmosin një konsens ku ekziston mundësia që ti dhe mund të ndodhi gjë më ekstreme që është vdekja, sepse gjatë një operacioni pra duhet të marrësh parasysh çfarë duke bërë, nuk po blen rroba. Më ka ndodhur të dëgjoj që shpesh njerëzit nuk e kanë ditur që duke bërë gjoksin i nështrohen një anestezie që quhet me intubim. Dhe kjo nuk i bëhet e ditur që në fillim, sepse kanë frikë se pacienti pastaj nuk do të marrë përsipër se thotë edhe e marrin me frikë të madhe. A është normale që në Shqipëri kjo gjë mbahet e fshehur pacientëve? Çdo pacient që operohet, për çdo lloj operacioni, normale është të operohet në një strukturë spitalore, ku ngjitur ka një terapi intensive. Nëse ti operohesh nëpër pallate, nuk mund të operohesh me anestezi totale. Mund të bësh anestezi lokale për të hequr një nishan, nëse është një strukturë poliambulatoriale, por nuk mund të operohesh me anestezi totale në operacioni i undës, të veshët, të gjoksit, të barku. Duhet të operohesh në një operacioni strukturë spitalore. Dhe sigurisht çdo mjek para se të operojë një pacient duhet ta vënë në dini çfarë është duke bërë. Çfarë mund t'i ndodhi, kush mund të jenë komplikacionet dhe jo të merret pasaj. Kemi dëgjuar shpesh që çohen edhe kanë probleme te pjesët e frymarrjes, dhimbje, si duket nga vendosja e tubave apo gjërat e tjera. Ju sugjeroni që këta pacient duhet ta dinë mirë apo thjesht nuk duhet firmosin, japin edhe konsentin e vet pa ditur mirë se cila është. Pacientët duhet të informohen nëse do intubohen, duhet të informohen në strukturën që janë duke bërë operacionin, sepse struktura që po bëhet operacioni, por nuk është spital, nuk mund të bëhet operacion me anestezi totale. Kush mund të jenë rrisjet? Çfarë mund të ndodhi gjatë një anestezie? Kush është ndërhyrja më e sigurt që duhet bën për të pasur një protezë? Me anestezi totale asnjë, më thënë. Me anestezi totale ne kemi kontrollin e makinerive, pra makinerit japi një garanci e një siguri që ty nuk do ndodhi diçka. Por rrisjet ndonjëherë janë me anestezi lokale në momentin që pacienti i bën një anestezi dhe mund të ketë një reakcion më të madh. Por
me anestezi totale ti mund të kesh riskje domethënë këto ti që po nuk pate terapi intensive, po je alergjik në një nga ilaçet, mund të ndodhin pasoja realisht më dhaja. A është e vërtet që shumë shqiptarë po shkojnë si turist, flas në thonjza, dhe atje kryen ndërhyrje gjoksi estetike jashtë shtetit, Po. sepse këtu ka një problem, duke qenë se jemi populli vogël, kemi edhe tu njihen gjithë me gjithë, edhe për shembull nëse shkojmë në një spital ku ti duhet të regjistrohesh apo ty është brenda një sallë operimi, të duhen ti takon 30-40 vet dhe ky VIP-i po dashje pa dashje bëhet personazh. Kjo është një nga problematikat në përgjithësi në Shqipëri. Pra, ti je duke bërë një operacion harim për veten tënde dhe për privacy-n tënd, jo domosdoshmërisht duhet ta tregosh këtë gjë. Dhe nuk dëshiron që këtë gjë ta ndash me dikë tjetër. Do ta ndash me mjekun tënd, me infermierin tënd dhe me anestezistin tënd. Këtu në Shqipëri gjithë merren me llafe, çfarë bëri ky, çfarë bëri ai. Dhe kjo është një nga problematikat që kam hasur dhe unë dhe në struktura spitalore private, të cilat janë marrë me qira, ku sigurisht regjistrohet pacienti, duhet të regjistrohet, po nga ana tjetër pjesë të strukturës të spitalit janë marrë me llafe për çfarë operacioni është bërë dhe këto llafe janë përhapur më tutje. Kjo është diçka që secili prej nesh e ka private dhe duhet t'i nështrohet në mënyrë më private. Doktor, kur sot nga kërkesat që keni nga personazhet VIP, është ku duan ata, në cilat shtete thonë doktor, nuk dihem rehat ta bëj këtu, më mirë ta bëjmë bashkë nga eksperienca juaj sepse ju bëni në dienin time ju bëni shumë. Në Zvicër është një nga kërkesat që mund të kërkojnë pacientë shqiptar që të operojnë. Pse? Sepse kanë lidhur me kualitetin zvicerian dhe sigurisht me privacy-n. Kjo është kërkesa e parë ku unë kam licencë dhe mund të ndodhi që operoj pacient. Nga ana tjetër, Italia është një metodë që pacientët shqiptar kërkojnë dhe atje të operojnë. Në Angli çik më pak mund të themi, domethënë sepse strukturat spitalore në Angli kanë ato problematikat e tyre dhe kërkohet më pak mund të themi. Në fund, çfarë këshille do të jepni ju një pacientje që do të bëjë një ndërhyrje të tillë apo e mendon ta bëjë një ndërhyrje të tillë? Bukuria, armonia, karakteristikat e trupit tënd, nëse janë normale, mos ju nështro operacionit. Nëse shikon që kjo gjë të ka krijuar një problematik vetbesimi dhe sigurisht nuk ke asnjë problem tjetër shëndetësore, këto janë operacione të sigurta në duart eksperte nga njerëz që kanë operuar shumë. Nga njerëz që nuk kanë operuar shumë, që vënë nëpër vende apo vinë dhe në Shqipëri, sepse për një X arsye i kanë ndjekur nga vendi ku ushtrojnë, merr informacione duhur mbi gradat që mund të ketë dhe good standing që mund të ketë çdo mjek që operon në Republikën e Shqipërisë dhe keni kujdes sepse mos bëni vizitat falas. Vizita falas ka një kërkesë nga mbrapa që ai që do të vizitoj, do fitoj ose do përfitoj vetëm nëse të operon. Pra, ajo falas ka një vlerë nga mbrapa që është e fshetë. Pra të merrni informacione duhur, pyesni në 2-3 mjek dhe pastaj nështroni çdo lloj operacioni. Doktor, një përmbledhje. Sot në emisionin e radhës në Diva u fokusuam te çfarë do të marrin individet apo femrat apo meshkujt nga ky emision. Në emisionin e radhës u fokusuam në zmadhimin e gjoksit, po dhe në lifting të gjoksit me protezat, të cilat ekzistojnë kështu dhe shumë vite. Sigurisht jo vetëm në këtë gjë, por dhe në përdorimin e indi diamor për të strukturuar një formë të gjoksit tonë dhe sigurisht në ato karakteristika që nuk duhet t'i nështrojnë një operacioni nëse nuk është një strukturë spitalore dhe nëse nuk e keni të nevojshme. Për atë keni besim të mjekët tuaj, keni besim të spitalet, struktura spitalore dhe sigurisht protezat mund të na ndihmojnë për të dhënë një integritet të një paciente e cila jo vetëm për arsye estetike, por edhe për arsye të patologjive si mund të jetë masa tumorale të gjoksit, mundet të sjellim dhe të japim një harmoni dhe një bukuri. Woo!